Të enjtën, brëma në Prishtinë, në një ndaj private u promovua albumi më i ri i Don John, i titulluar 100%, si një projekt i shumë pritur që u prezantua në një atmosferë festive, mes muzikës, emocioneve dhe personave më të dashur që e rrethojnë atë. Sa e lodhshme ka qenë gjithë ky promovimi i albumit edhe cila kënga e preferume? Nëse po mendon se ka zgjat si periudhë, është 8 muaj ditë, over 8 muaj ditë. Kanë zgjat komplet me videoklipe me Kate Sennett. O ko i lodhshëm, po normal që ko i lodhshëm. Po kena boss. Did we have fun? Yeah, we had fun. Obviously. Kënga e më preferuar është 100%. Kënga e parë albumit, kështu që make sure që nga një krejt. A kena me këngë këtë vera ju? Po gjithë. Nuk diskutohet ajo. Kate Buki, the one and only. Of course, faleminderit shumë. Faleminderit për ideja. Ndonë se u vurej një mungesë e kolegëve të artistit, ishte e pritshme që nuk do të mungonin disa prej miqve të tij më të ngushtë si Butrend Imeri, Meriton Mjekiçi apo edhe menaxheri i tij Denis Avdiu, të cilët i dhan mbështetje dhe kurajo në një ditë të rëndësishme për karrierën e tij. Përveç prezantimit të 10 këngëve të albumit, të cilat tashmë janë publike në çdo platformë online, mbrëmja u karakterizua edhe me një fest plot adrenalin, nostalgji dhe besim për një sukses të garantuar.